Gjatë sezonit veror, plazhet e jugut janë më të rrezikuarat nga cënimi i hapësirave publike. Për pasojë dhe vëmendja e autoriteteve është tek monitorimi më i plotë i vijës bregdetare. Gjatë një takimi në jug me zyrtarët vendor, Ministri i Turizmit Blendi Gonxha foli për tolerancë zero ndaj shkelësve. Toleranca për rastet kur cënohet, zaptohet, abuzohet, preket prona publike në plazhet publike, në parcelat që janë jeshile të përcaktuara për plazhet e tyre publik, kjo tolerancë do jetë zero. Sot janë konfiskuar shezlonjë dhe çadra. Kush nuk do të lozi me shtetin dhe me xhepin e vet, sepse do t'i kushtoj kjo lloj loje. Gjoba është rreth 300.000 lekë të reja. Kush nuk do të bëj një shaka të tillë me ekonominë e vet dhe me xhepin e vet dhe me subjektin e vet, është mirë mos ta vijoj këtë tentativë, sepse ne do jemi këtu në mënyrë konstante. Gonxha tha gjithashtu se pas ngjarjes së rëndë në Ksamil, ku humbi jetën një 22 vjeçar, janë hequr 2 mole të mjeteve lundruese. Ne sot kemi patur 2 aksione në Ksamil përsëri për heqjen e disa moleve të paligjshme, përsëri për të vijuar, për të kthyer ligjshmërinë edhe në det, edhe në breg, sa i takon dhe sigurisë ujore, sigurisë bregdetare. Ndërkohë, pas inspektimeve të kryera nga ministri, mëngjesin e kësaj të njëjte në Vlorë ka zbarkuar Agjencia Kombëtare e Bregdetit për të zhvilluar kontrollin e hapësirat publike të plazheve. Inspektorët kanë verifikuar se si po funksionojnë hapësirat publike në Bregdet, të cilat janë të përcaktuara për qytetarët, ku ka rezultuar se disa nga këto vende janë zënë me çadra nga bizneset. Gjithashtu janë kontrolluar hapësirat e plazheve që menaxhohen nga bizneset, të cilat duhet të ruajnë kufit e territorit për shfrytëzim sipas lejes së dhënë nga autoritetet, numri i çadrave, kushtet higjieno-sanitare si dhe vrojtuesit e plazheve.